Të gjithë e njohim fikun, por a ja dim vlerat e vërteta? Bari përbëhet nga frytet e thata të fikut, i cili është një dru i kultivuar gjërësisht në vendin tonë. Frytet e fikut janë një ushqim dietetik i mirë në saj të sheqernave, lëndëve të azotuara, vitaminave A1, B dhe C. Ato kanë edhe veti të lehtësojnë të dalët jashtë dhe të zbusin kollën. Bari i fikut përdoret si laksativ i lehtë në bronkitet dhe në kollë. Në formë gargare, frytet e fikut përdoren edhe në pezmatimet e rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe të gojës. Përgatitja dhe përdorimi. 50 gram fish të thatë futen në darkë në një enë, kushtohen 500 gram ujë dhe zihen për 20 minuta. Të nesërmen fish hahen dhe lëngu pihet. Kjo kur përdoret kundër kapsllëkut. Lëngu shumështor i freskët i frytit, i gjetheve dhe i degëve të reja përdoret për zhdukjen e lytheve, duke i pikuar ato çdo ditë 2 deri në 3 herë me lëng. Lëngu shumështor përdoret edhe për zhdukjen e felideve, shukave të fytyrës, duke i lyer ato 1 herë në ditë. Çaji i gjetheve të fikut është shumë i kërkuar. Është i përdorur gjërësisht për diabetikët. Një filxhan me çaj gjethe fikut